Nëse ti thu, unë kam fitu, na kena fitu, na veç na vendosme, veç na bojmë, atëherë jenë tipare të demokracisë tjetër, nuk janë perëndimore. Nuk janë perëndimore. Kur ti ka marrë zotimin në Bruxelles? Na me shembull, do të këja përmes shembullit, mënyrën se si kemi punu, ne kemi tregu. Na kena fitu shumë, kena dhonë kryeministrin. Kena dalë dytit, na kena morën kryeministrin. Kemi bashkëpunu, kemi ndërtu procese, kemi bë kompromise të dhëshme. Na kanë qujtë dopsi, unë e di. Ka dopsi me bashkëpunure, ka dopsi me bë kompromis politik. Cila është dopsia? Se zoti Kurti del thot nesër, LDK edhe LVV po bojnë marrëveshje për president, urdhoni jepna një vendit një emër i cili jep kredibilitet kësaj republike, i plotson kushtet edhe kërkesat kushtetuese të republike, edhe është mbi palët. Cila problemi? Kufar problemi s'ka. Neve na obligon me hulumtu autoritet i cili e përfaqëson Republikën mas mirti edhe ku gjitha palët në kuvend e votojnë. Gjitha palët, jo një, dy, gjitha palët mund me votu. Po nuk bindur se mund të gjenë mund të gjenë këta emra. Natyrisht po. Nesër pas nesër të hënën. Unë jam i bindur, ende kam shpresë. Unë jam i bindur që ky vend ka shpresë, ende ka idealista në jetë. Kjo Republikë ende mat për njerëzve, autoriteteve, familjeve, edhe besimtarëve që e dojnë Republikën, e dojnë edhe më shumë se partinë, edhe më shumë se veten. Para 3 ditëve është demonstru kjo, fuqishëm është demonstru. Edhe njerë për përmend, jo rasisht, se kjo është shpresë. Duket pak, po jep një shpresë.